Një 43 vjeçar është vënë në prangat e policisë kufitare në qytetin e Shkodrës pasi akuzohet se ndihmonte emigrantët nga vendet e treta të kalonin në mënyrë të palishme kufirin drejt malit të Zi. Arrestimi është kryer në kuadër të operacionit policor të koduar Bordes 4, i cili u finalizua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Sipas të dhënave zyrtare gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Vukpalaj, shërbimet e policisë kanë kapur në flagrancë 43 vjeçarin Klajdi Llozhi, banues në Mamurras, teksa transportonte me automjet 6 emigrantë të palishëm, 3 prej të cilëve nga Siria dhe 3 nga Egjipti. Këta shtetas të huaj dyshohet se kishin hyrë ilegalisht në Shqipëri përmes zonës së qafbotës dhe më pas synonin të kalonin kufirin drejt malit të Zi në ndihmë të arrestuarit. Hetimet paraprake kanë zbuluar se Llozhi transportonte emigrantët kundrejt një pagese që varionte nga 400 deri në 500 euro për person. Uniformat blu bëjnë me dije gjithashtu se 43 vjeçari rezulton të jetë i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale, çka ngret dyshimet sa i mund të jetë pjesë e një rrjeti të organizuar të trafikut të emigrantëve në zonën veriore të vendit. Gjatë operacionit, policia ka sekuestruar automjetin me të cilin kryhej transporti i emigrantëve, telefonin e tij celular që dyshohet se mbante komunikime të rëndësishme për vijimin e hetimeve. Ndërkohë, autoritetet vijojnë punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje, gjithashtu për identifikimin e personave të tjerë, të cilët mund të jenë të përfshirë në këtë rrjet të trafikut të emigrantëve të palishëm.